Radio Maria, pjesëri Krishtë në shtëpinë tënde. Radio Maria, kusove. Të dashur dëgjues të Radio Maris së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju flet Pater Lorenzi, frati i Gjakovës. Tema e emisionit të sotëm është kush ishte Shën Francesku i Asisit. Me pak fjalë mund të themi se Shën Francesku i Asisit ishte një njeri i thjesht, i pa shkollë, por i hapur me gjithë shpirt ndaj hirit të Zotit. Prandaj, edhe shenjti i jashtëzakonshëm. Ishte pendestar i madh, i dorëzuar plotësisht në vullnetin e Zotit, duke ecur gjurmëve të Jezu Krishtit. Si çdo njeri i shenjtë, edhe ai ishte ripërtritës i kishës për brenda. Krejtësisht i ndryshëm nga reformatorët e dhunshëm, të cilët mundoheshin ta ndanin dhe ta shkatronin kishën në vend që ta ripërtrinë. Koha e tij, koha e Shën Franceskut, i përngjante shumë kohës sonë, në pikpamje të ndryshme, sidomos në jetën shoqërore, të cilën e karakterizonte lufta për pushtet dhe pasuri, korrupsion, shfrenim i pasanikëve dhe dëshpërim i të varfërve. Në një anë, ajo ishte kohë e luftës së fanatikëve kundër kishës dhe kundër çdo pushteti, duke menduar se mund ta krijojnë shoqërinë e lirë nga ligjet dhe nga rregullat e jetës, të cilët i predikonte kisha, e në anën tjetër ishte koha e kryqëzatave, domethënë e luftës së të krishterëve për mbijetesë, sidomos në vende ku islamizmi përhapej me dhunë, si edhe për qasjen e lirë të shtetarëve të krishterë në vendet e shenjta të tokës së shenjtë. Në rrethanat e tilla lindi Shën Francesku i Asisit, në Asiz, në Umbria të Italisë. Jetën e tij do t'ju paraqesim shkurtimisht, sipas një libreze të vogël, Shën Francesku i Asisit, njohuri elementare për themeluesin e 3 urdhrave franciskan të botuar në Shkodër në vitin 2017. Njeriu që të i kalojnë kohën e vet. Pra, Shën Francesku është njeri që të i kaloj kohën e vet. Rrallë kush në historinë e kishës dhe të njerëzimit ka ndikuar aq shumë në ndrimin e botkuptimit të gjeneratave dhe të kombeve gjatë shekujve sa ndikonte Shën Francesku i Asisit. Rrallë kush aq mire kuptoi dhe në jetë zbatoi porosinë e Jezu Krishtit, sikur Shën Francesku, të cilën për atë arsye admiruesit e tij e quajtën Krishti i dytë. Kuptohet se nuk ekzistojnë dy krishte, vetëm një krisht është. Mirë po, çdo i krishter duhet me qenë në ndonjë mënyrë Krishti i dytë. Çdo i krishter duhet të përfaqësoj Jezu Krishtin në këtë botë, e çdo i krishter duhet të jetë pasqyrë e Krishtit të gjallë në botën e sotme. Prandaj nuk është gabim me thënë se Shën Francesku është Krishti i dytë në këtë kuptim. Kuptohet se nuk mund të zëvendësoj Krishtin në asnjë mënyrë tjetër. Atë, pra Shën Franceskun, Italia e zgjodhi për pajtorin e vet, kurse Papa Gjon Pali II e shpalli pajtor të ekologjisë, frymëzues i ruajtjes së natyrës së shëndosh dhe të pastër. Ky shenjt i frymëzon edhe përpjekjet paqësore nëpër masa botërore. E kush ishte ky njeri i madh, i cili
që 8 shekuj gjithnjë e ma tepër e tërheq pas vetës rinin dhe inteligjencen, të madh e të vogël, në të 4 anët e botës. Këtë do të mund të themi në pika sa më të shkurtra, që dëgjuesit tanë të fitojnë së paku njohuri elementare për këtë personalitet aq të rëndësishëm, i cili nëpërmjet ndjekësve të vet rregulltar dhe rregulltare pati ndikim jashtëzakonisht të çmueshëm edhe në zhvillimin historik, kombëtar dhe fetar të popullit shqiptar. Shën Francesku ishte bir i ambicioz i një tregtari pasanik. Në vitin 1182, derisa Pietro Bernardone, tregtar pasanik stofash nga Asizi, ishte në udhëtim nëpër Francë, gruaja e tij Pika, në Asiz të Italisë, i lindi një djalë, të cilit në pagzim janë gjiti emrin John. Kur babai u kthye nga udhëtimi, me siguri për simpatin ndaj Francës, me të cilën pati marrëdhënie të suksesshme tregtare, ja ndroi djalit emrin dhe e quajti Francesc. Familja Bernardone ishte familje e pasur borgjeze, shtresë e mesme në mes bujarëve dhe popullit të thjesht dhe të varfër. Borgjezët mundoheshin që me fuqinë e vet ekonomike ta fitojnë pozitën, pushtetin dhe titullin e bujarëve që nuk i kishin trashëguar me lindje. Prandaj edhe Pietro Bernardone dhe gruaja e tij Pika përpiqeshin që edhe Francesku i tyre të bëhet tregtar pasanik dhe të fitojë së paku titullin e kalorësit, që në atë kohë ishte nder i madh. Në këtë frym edhe e edukonin djalin e vet. Edhe vet Francesku si djalë i ri ishte bartës i botkuptimit të tillë. Ishte djalë i gëzueshëm, i lumtur, simpatik, bujar, i dashur, gjithmonë me shoqëri të nivelit të vet, pa probleme të përditshme të njerëzve të varfër rreth tij. Kur borgjezia e Asizit filloi luftën kundër bujarëve të vet, të cilët u mbështeten në bujarët perugjan, edhe Francesku u nis në luftë kundër Perugjes në vitin 1202. Ndërkaq, Perugja fitoi luftën dhe Francesku ra në burg. Mirëpo nuk e humbi optimizmin dhe disponimin e vet të mirë. Mbeti i gëzueshëm, duke krijuar atmosferën e këndshme edhe ndër shok të burgosur. Pas një viti, për shkak të smundjes, e liruan prej burgut. U kthye në shtëpi dhe vazhdoi jetën e mëparshme, por gjithnjë e ma tepër mendonte për kuptimin më të thellë të jetës së vet. Për të fituar titullin e kalorësit, në vitin 1205 niset prap në luftë, por kësaj radhe kundër Pules. Mirëpo rrugës në Spoleto ra ndër ethe dhe mbeti ati i smur, sepse plani i Zotit nuk përputhej me planet e tia. Në Spoleto, Francesku pati një vegim. Një zë prej selarti e pyeti: Francesk, kush mund të t'jap më shumë, zotëria apo shërbëtori? Francesku kuptohet u përgjigj: kuptohet zotëria. Po pse atëherë ti u shërben shërbëtorëve? Prapë pyeti zëri. Pas këtij vegimi, Francesku edhe më tepër thellohej në mendime. U kthye në Asiz, u shërua, prapë ishte ndër shokët e vet, të cilët në ndert e tij përgatiten edhe një banket, një gosti të madhe, në të cilën e shpallën mbret të rinisë së Asizit. Mirëpo ai ishte i habitur në mendime të veta, sikur mos ishte as pak i pranishëm në atë shoqëri e në atë fest.
Shokëve u dukej se ishte dashuruar me dikënd dhe pyeten cila do të ishte ajo vajzë fatlume që e don Francesku. Ai pranon. Po, me të vërtet, unë jam i dashuruar. E dua një zonjë. Zonjën më të bukur dhe më të dëshirueshme që ekziston në botë. Zonjën varfëri. Filloj të jetë më i dhimbshëm ndaj të varfërve, t'u ndihmoj dhe t'i respektoj. U jep të limosh, por ende nuk ishte i aftë ta ndante fatin e tyre, të jetë edhe ai varfër, derisa një ditë nuk u takua me një të gërbullur. Asgjë në këtë botë nuk i neveritej sa gërbula. Instinkti i mbrëmshëm e shtynte të ikte, kurse shpirti dhe ndërgjegja e nxitnin t'i ndihmonte vllajt që vuan aq shumë. Dhe mbizotëroi shpirti. Francesku ngadhnjeu mbi prirjen e mishit dhe të gjakut. Zbriti prej kalit, ja dha të gërbulurit mantelin e vet, e përqafoi dhe e puthi. Prej atij momenti, neveria e mëparshme ju bë ambëlsi. Shërbimi i të gërbulurve u bë puna e tij e përditshme. Francesku u bë njeri i ri. Shpeshherë tërhiqej në vetmi për t'u lutur. Vizitonte me gëzim vende të shenjta dhe kisha të ndryshme. Në vitin 1206 shkoi në shtektim në Rom tek vari i Shën Pjetrit Apostull. Atje dha për lëmosh gjithçka pati, po edhe veshmbathjen e ndroi me një të varfër. Sprovoi edhe vet jetën e skamnorit, i cili ka nevojë të lyp lëmosh. Një ditë, derisa Francesku lutej para kryqit të Krishtit në kishën e Shën Damianit afër Asizit, dëgjoi prej kryqit një zë që i tha: "Shko Francesk e rindertoje shtëpinë time, e cila, siç po e sheh, është duke u rënuar." Me të vërtet, kisha e Shën Damianit ishte e vjetër dhe shumë e dëmtuar. Prandaj Francesku kuptoi për atë moment se ishte fjala për atë kishë. Vetëm disa vjet më vonë ai do të kuptoj se thirrja e tij nuk ishte të ripërtri kishën e ndërtuar prej gurëve, por kishën e gjallë, bashkësinë e besimtarëve. Menjëherë pra, pasi e kuptoi ashtu, kërkesën për rindërtimin e shtëpisë së Zotit, ai shkoi në shtëpi dhe mori një sasi mjaft të madhe stofash. I shiti stofat në Foligno, në një qytet afër Asizit, e së bashku me kalin e vet. Shite të gjitha pra, dhe krejt çka fitoi, ja dorëzoi famultarit për rindërtimin e kishës. Për fat të mirë, famultari e njihte mirë natyrën e Pietro Bernardonit dhe nuk e investoi të hollat në ndërtim, duke ditur se ky së shpejti do të vijë për ta kërkuar pronën e vet. Ashtu edhe ndodhi. Prandaj Francesku e mori mbi vete obligimin që ta rindërtoi kishën me duart e veta dhe me lëmoshën e besimtarëve zemërmirë. Ky ndrim i bot kuptimit të Shën Francesku shkaktoi mosmarrëveshje të mëdha mes tij dhe babait, si edhe mes tij dhe shoqërisë së vjetër. Rall kush nuk mendonte se Francesku ishte çmendur, por vepra e Zotit në të shkonte gjithnjë përpara. Pasi ati i tij, Pietro Bernardone, kurse si nuk pajtohej me dëshirën e të birit që ta ndiqte thirrjen e Zotit që e ndjente në zemrën e vet, dhe pasi i biri nuk e kursente pasurinë e atit, por gjithnjë më tepër u shpërndante të varfërve, i ati e mbylli në shtëpi por si në burg, dhe
mundohej gjithsesi t'ja ndryshoj mendjen, t'i harroj andat rinore. Mirë po, kur një ditë Pietro shkoi për rrugë, zonja Pika, zemërbut siç ishte, pati dhe mshuri për birin e vet, mori guxim dhe e liroi djalin. Kur Pietro Bernardone, baba i tij, u kthye në shtëpi, nuk pati më durres, por e paditi djalin e gjyq. Ndërkaq Francesku e mohoi kompetencën e gjyqit civil, kështu që u gjetën në gjyqkishtar para i peshkut të Asizit. Me atë rast, në vitin 1207, Francesku jo vetëm se i ra mohit të drejtës së trashëgimit të pasurisë së Pietro Bernardonit, por edhe krejt veshmbathjen e vet ja ktheu babes duke thënë: "Tash, më në fund, me plot të drejtë mund të them, ati ynë që je në qiell. Tash kam vetëm atin qellor, s'kam më atë në tokë." Kështu shumë shpejt u krye gjyqi. Në befasim të gjithëve, i peshkut nuk i mbeti tjetër përveç ta mbuloj Franceskun me mantelin e vet, e pastaj t'ja fal një këmish të thjesht e ta lëshoj të bëj pendes sipas frymëzimit të Zotit. Me këtë gest prekës, simbolik dhe publik, Shem Francesku e ndërpreu përgjithmonë lidhjen me familjet të vet dhe u bë me të vërtet njeri i lirë, me mish e me shpirt. Vazhdoi me lutje dhe me pendes, si edhe me rindërtimin e kishave rreth Asizit. Mas pari e rindërtoi kishën e Shën Damianit, pastaj kishën e Shën Pietrit della Spina, e më në fund kishën e Zojës së Engjëve Porciunkulën, e cila më vonë u bë kisha nan e krejt urdhit franceskan. Tash vim deri te zbulimi i thirrjes së vërtetë Shën Franceskut. Deri tash Shën Francesku ende është në kërkim, ende nuk din çka Zoti kërkon prej tij. Por ditën e Shën Matis apostull me 24 shkurt të vitit 1209 sipas kalendarit të vjetër, se tash Shën Matia festohet në maj, por në atë kohë festoi me 24 shkurt, Shën Francesku në mesh dëgjon dhe në mënyrë të re origjinale e kupton leximin e Ungjillit për dërgimin e apostujve. Posaçërisht thellë e preken në shpirt fjalët: "Mos bashkoni në breza tuaj as ar as argjent, as të holla bakri, mos merrni me vete as trajc udhëtimi, as dy palë petka, as sandale, as shkop, sepse punëtori ka të drejtë në ushqimin e vet." Këto fjalë të Krishtit Francesku i kupton tekstualisht, sakt, fjalë për fjalë, ashtu siç i tha Krishti. Megjithse ashtu nuk i kuptoi askush para tij, përveç apostujve. Shpjegimin e tillë ja miratoi edhe vetë meshtari. E Francesku, i mahnitur prej gëzimit, tha: "Këtë unë dëshiroj. Kjo është ajo çka unë me gjithë zemër dua të bëj." U dha të varfërve edhe atë pakicë që e kishte. Mbeti vetëm me një zhgun pa sandale. Po edhe brezin, në fakt ripin e lëkurës, e ndroi me një litar të thjeshtë. E kështu filloi jetën e nxënësit të përsosur të Jezu Krishtit. Shenjtëria as nuk mund të fshihet, as nuk mund të mohohet pa ndërprerje. Drita gjithmonë e zhduk errësirën. Errësira kur nuk e mund dritën. Populli i Asizit filloi të kuptoj se Francesku nuk ishte i marrë, por i shenjtë. Megjithse Shën Francesku as pak nuk e kishte në plan themelimin e ndonjë bashkësie rregulltare, por vetëm dëshironte të bënte pendes ai vetë për vete, nuk kaluan as 2 muaj pasi që e kuptoi qartë as thirrjen e vet,
Kur në prill të vitit 1208, një bujar i Asizit, Bernardi nga Quintavalle, e lut shenjtin që ta pranoj që të jetoj edhe ai së bashku me të këtë ideal të vjetër të krishter në mënyrë të re, origjinale franceskane. Shenjti shkoi bashkë me të në kishën e Shën Nikoles, u lutën së bashku dhe në nder të trinisë së shenjtë 3 herë e hapën librin e Ungjillit që të shohin se çka u kërkon e çka këshillon Zoti. Herën e parë u hap teksti: "Nëse do të jesh i përsosur, shko shit çka ke, fale uskamnorve, e ke për të pasur visar në qiell. Pastaj eja e më ndiqmua." Kjo është nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 19, rreshti 21. Pastaj hapen Ungjillin për së dyti. Dhe teksti i dytë ishte ky: "Asgjë mos merrni për udhëtim, as shkop, as strajc, as buk, as para, e secili mos të ketë më se 2 këmishë." Ishte teksti nga Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 9, rreshti 3. Kur të tretën herë e hapen Ungjillin, gjetën tekstin: "Nëse ndokush do të vi pas meje, le ta mohoj vetveten, le ta marr kryqin e vet e le të vi pas meje." Ky tekst ishte nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 16, rreshti 24. Dhe Francesku tha: "Kjo është jeta dhe rregulla jonë, si edhe e të gjitha atyre që do të vinë tek ne. Prandaj, nëse do të jesh i përsosur, shko dhe zbato atë çka ke dëgjuar." Dhe u bë ashtu. Fra Bernardi nga Quintavalle menjëherë shkoi, shiti pasurinë e vet, e ndau skamnorëve, e u kthye te Shën Francesku. Menjëherë pas Bernardit vinë edhe Pjetër Katani dhe Fra Egjidi, e ata së bashku jetonin, së bashku luteshin, së bashku punonin dhe predikonin kthimin dhe pendesen. Shembulli i tyre jep fryt. Ju bashkëngjiten edhe Sabatini, Moriku, Gjoni della Capella, Filip Longo, Gjoni i Shën Konstancit, Fra Barbaro, Bernardi dhe Fra Angelo Tancredi. Kështu lindi urdhri i parë franceskan, urdhri i vëllezërve të vegjël, Ordo Fratrum Minorum. E për këtë arsye, shkurtesa e emrit të fratërve është OFM, Ordo Fratrum Minorum, urdhri i vëllezërve të vegjël. Në fakt, Francesku i quajti vëllezër më të vegjël, se minor do të thotë më i vogël. Do me thanë vëllezër më të vegjël se të vegjëlit e zakonshëm tek kësaj bote. Sepse ai në vetveten e ndjente të vogël, jo vetëm para Zotit, por edhe para njerëzve. Së shpejti u bën pra 12 burra që kërkonin jetën e në varfëri ashtu si jetonte Shën Francesku. Francesku ndjente përgjegjësi për ta. I nevojitej leja e autoritetit kishtar për themelimin e urdhrit të ri. Prandaj në pranverë të vitit 1209, të gjithë së bashku u nisën në Rom te Papa Inocenti III, që të kërkojnë miratimin e mënyrës së jetës së vet pendestare. E nuk ishte as pak punë lehtë që të marrin leje për një gjatë tillë, krejt të panjohur në kishë. Mirë po, Zoti u hapi rrugën. Vetë Zoti u hapi rrugën. Pas takimit të parë të papes me Franceskun dhe me shokët e tij, të cilët pas sukses provonin të arsjetonin qëndrimin e vet, Papa ka parë një ëndër të çuditshme. E shihte pra
pra në ëndër, Bazilikën e Lateranit, do me thënë katedralen e Romës, duke urrëzuar. Mirë po erdhi një njeri vogël, i thjesht dhe e mbajti me krahët e vet. E kisha nuk u shkatrua. Papa e njohu njeriun, ishte Francesku i Asizit, me të cilin ai atë ditë bisedonte. Menjëherë i thiri fretërit të rinj dhe gojarisht u alejoi të jetojnë ashtu siç i frymëzon shpirti i Zotit. Fretërit plot gëzim u kthyen në Asiz. Në rrethinën e tij jetonin dhe predikonin, por ende nuk kishin asnjë kishë. Në bazë të kërkesës së Shën Franceskut, rregulltarët benediktin u afalen porciunkullën, kishën e Zojës së Engjëve, me kusht që kjo të jetë kisha qendrore apo kisha nan e urdhit të ri. Ashtu edhe u bë. Rëndësia e kësaj kishe u rrit edhe më tepër pas shpalljes së ndjesës së porciunkullës në vitin 1216, kur Shën Francesku fitoi prej Zotit, mandej edhe me miratimin zyrtar të papes, ndjesën e plot për të gjithë ata që të rrëfyre të kunguar do të luten në atë vend të shenjtë. Të dielën e Larit, një javë para Pashkëve, me 18 mars të vitit 1212, në mbrëmje, një vajzë e familjes bujare të Asizit, Clara Favarone e Di Ofreduccio, që ka jetuar për vitit 1193 deri 1253, fshehtasi doli prej shtëpie ku jetonte në Asiz dhe iku në porciunkulla të Shën Francesku me lutje që t'ja bëj të mundshme edhe asaj jetën sipas idealit të tij. Kjo ishte një punë shumë e vështirë, sepse Shën Francesku nuk ishte parashikuar një zhvillim të tillë. Njëkohësisht ajo ishte edhe punë urgjente, për shkak të kundërshtimit të familjes së saj, e cila dëshironte ta martonte sa më shpejt, megjithse kundër vullnetit të saj. Francesku e pranoi. Në shenjë të kthimit apo të ndrimit të jetës, ai vetja preu flokët dhe ja dha një zhgund të thjesht franceskan, me të cilën Clara i ndroi petkat e shtrenjta dhe të bukura të bujarëve. Kur familjarët erdhen për ta kthyer në shtëpi, ishte tepër vonë për kthim. Clara tashme ishte bërë rregulltare, murgesh. Për më tepër, shumë shpejt pas saj vinë edhe motrat dhe shoqet e saja, dhe kështu u bë urdhri i dytë franceskan, rregull i motrave apo murgeshave, të cilat në fillim quheshin zonja të varfra, e sot urdhri i motrave të varfra të Shën Klarës apo Klarisat. Janë urdhër kontemplativ, i kushtuar lutjes, meditimit dhe punës, por brenda klauzures. Do me thanë, këto motra kur nuk dalin jashtë kuvendit të vetë. Mirë po, Francesku nuk pati kuvend për to. Mas pari i dërgoi përkohësisht tek motrat benediktine, derisa nuk u krijuan kushtet të kisha e Shën Damianit, ku Klariset e vazhduan jetën sipas udhëzimeve të Shën Franceskut. Rregullin e tyre, shumë të ashpër dhe kërkuese, Papa e miratoi zyrtarisht vetëm 2 ditë para vdekjes së Shën Klarës, me 9 kusht të vitit 1253. Pra Shën Klara ka vdekur me 11 gusht 1253, vetëm 2 ditë përpara Papa miratoi rregullin e saj. Pse? Sepse ishte tepër e rëndë, tepër kërkuese. Klara nuk ka dashur të ketë kurrfar pasurie, sikur Shën Francesku, e nuk delnin prej kuvendit, vareshin plotësisht nga lëmoshat e njerëzve të mirë e të mëshirshëm. Kisha vështirë mund të besonte se do të qëndrojnë ato shumë kohë në këtë mënyrë, por Klara nuk ndryshonte rregullin.
Në fund, kur Papa është bindur se nuk ka ndryshim, se duhet me pranu atë rregull ashtu si është, qysh prej fillimit të qysh prej Shën Franceskut, atëherë e miratoi rregullin e saj. Ky ishte pra urdhri i dytë franceskan, urdhri i klarisave. Mandej është themeluar edhe urdhri i tretë, që në vitin 1212 Shën Francesku u njoftua në Rom me një grua, me një zonjë bujare jashtëzakonisht e përshpirshme që quhej Jacoba di Septem Solis, gruaja e Gratian Frangipanit. Kjo ishte e vetmja grua përveç Shën Klarës, të cilën Shën Francesku e donte dhe respektonte në mënyrë të veçantë. Edhe ajo idealin e tij, idealin e Shën Franceskut, pranonte sikur të ishte e jetonte sikur të ishte një frat. Prandaj Shën Francesku dhe vëllezërit e tij e quajten frater Jakoba, vlla Jakoba. Jakoba ishte grua, por e kanë quajtur vlla Jakoba. Edhe shumë të tjerë, burra dhe gra, që jetonin në shekull, do me thënë si njerëz familjar, dëshironin me gjithë zemër që ta ndiqnin shembullin e shenjtit, por për shkak të obligimeve familjare, ajo nuk ishte e mundshme as në urdhrin e parë, as në urdhrin e dytë. Prandaj, për njerëz të martuar, Shën Francesku e themeloi urdhrin e tretë, terciart, apo urdhrin franceskan shekullar, që edhe njerëzit familjar të mund të shkojnë gjurmëve të Krishtit në mënyrë sa më të përsosur. Rregullin e terciarve e miratoi Papa Honori i tretë në vitin 1221. Kështu që zyrtarisht llogaritet se urdhri i tretë franceskan është themeluar në vitin 1221. Predikimi i thjesht, por i bindshëm i Shën Franceskut, po edhe më tepër shembulli i shkëlqyeshëm i jetës së tij, e mbushën me admirim Orlandin, kontin e Chiusit, i cili me 8 maj të vitit 1213 ja fali Franceskut dhe vëllezërve të tij malin Laverna, si vend jashtëzakonisht e përshtatshëm për meditim dhe lutjen e vetmi. Atje Francesku tërhiqej shpesh për ta pushuar shpirtin në Zotin dhe për të mbushur me forca të reja për misionin e vet. E shpirti misionar në të ishte shumë i fortë. Pasi për Shën Francesku duhet të flasim prap, këtu e mbyllim këtë emision e vazhdojmë javën e ardhshme. Tash ju japim një bekim e me ndihmën të Zotit e Shën Franceskut vazhdojmë javën e këtij vitit jubilar në këto meditime për jetën e tij. Zoti qoftë me ju, ju bekoft, ju ndihmoft, ju rujt hy gjithë pushtetshëm, Ati dhe Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Amen. Shën Francesk e Shën Klara, lutuni për ne, Zoe bekuar, lutu për ne, të gjithë shenjtërit e shenjtërishat të hyjt, lutuni për ne. Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen.